Rreshjet intensive të shiut një natë më parë nuk kanë shkaktuar probleme në qarkun e Korçës. Përgjegjësi i emergjencave pranë prefekturës së qarkut Korç, Zarif Biba, bën të ditur se situata është normale në të gjitha bashkitë e qarkut, sa i takon furnizimit me energji elektrike, si dhe nuk janë raportuar emergjenca apo problematika të tjera. Ndërkohë në zonën e Dardhës, gjatë gjithë natës së kaluar ka pasur rreshje bore deri në 15 cm, ndërsa rruga është pastruar dhe kriposur nga ana e firmave të kontraktuara për mirëmbajtjen dimërore. I gjithë qarku i Korçës është përfshirë nga rreshje shiu dhe dëbore. Mbi lartësinë 1400 metra në aksin e Dardhës ka pasur rreth 15 cm dëbor, ndërsa i gjithë qarku pjesa tjetër, të gjitha akset rrugore kanë qenë në efektin e rreshjeve të shiut. Për këtë drejtoria e rajonit Qendërlindje ka marrë masa nëpërmjet kompanive për evidentimin e problemeve dhe shkarjeve të mundshme në të gjitha akset, është ndërhyrë, ndërsa në pjesën e Dardhës është pastruar dëbora, është kriposur dhe aktualisht të gjitha akset nacionale të qarkut Korç janë kalueshme pa probleme. Në rrugën e Moglicës, për shkak të rreshjeve ka pasur rënje gurësh dhe dherash, po ashtu edhe në aksin Korç-Pustec në zonën e Biglës, problematika të cilat janë zgjitur nga ana e firmave të kontraktuara për mirëmbajtjen dimërore, duke pastruar këto akse në mënyrë që qarkullimi të vijojë normalisht.